Arimi mbrëma toksori, jemi rikthyer. 997 është episodi i sotëm i Dexterit. Më fal, i zonës lihës. Shitemi Dexterin në atë, rikthehemi Dexterit. Tani është momenti. Rikthehemi Dexterit. Do ju japi një sens në jetë. Në një mënyrë. Dexter, me zë. Se kam dhe për ju që e mendoni për nuk guxoni. Rikthehemi Dexterit. Tani është momenti. Jam me Adron Shea, zotrin nga Partia Mundësia. Me Marsit Gupin, avokat penalist, me Flogert Muçal, gazetar me do.l, dhe me Sebastian Zonjën, gazetar plus në MCN TV. Dhe para se t'ja fjalën Sebastian dhe pastaj direkt Gonshej, Sebastian, pas Marsitit, mund të më thuar cili është vështrimi jot mbi këtë ngjarje, mbi këtë aferë që është kaq interesante? Do të ndajmë Turqit, si më the, apo tash si e shohun? Fillohet dhe të kompanitë e para, po shkurtimisht vetëm mos. 2017 vjen kryeministri për herë të parë. Ku vjen? Për ta sjell si logjik. Dhe në parlament depoziton një projekt ligj special sa i përket ndërtimit. Më pas kemi duke parë direktivat e Bashkimit Evropian, duke parë se BE-ja thoshte nuk lejohet, është lugin e nartës, ka probleme, mund të ketë probleme, bëhen me këto zoj terrall që kanë atje me këto lejlekët me këto. Tek ajo, dhe mbi gjitha duhet edhe dikush i cili ka dijeni se si ndërtohet aeroporti. Duke qenë se ne nuk kishim dijeni se si të ndërtohej pista me cilësinë më maksimale. Duhet një firmë që kishte. Po, vjen një firmë. Kishte ekspert, kishte provoj, po. Vjen kjo firma turke. Që quhet? Dhe YDA Group. YDA. Po, YDA. Në vitin 2020 qel tenderin dhe në fillimisht e kemi pasur 10 milion pasagjerë me 2 kulla. Por pastaj e bëm 2 milion pasagjerë me 1 kull. Pse kështu ka qenë fillim? Po, fillim fare donim 10 milion pasagjerë, po e donim me 2 kulla. Me 2 kulla çfarë? 2 kulla vrojtimi. Vrojtimi, po. Se ç'ndodhi një gjë dhe u bë 2 milion. U zvoglua. U zvoglua si. Nuk e kuptojmë pse këtë llogje. Po i kanë bërë ato llogaritë, kanë thënë bazë do ketë kaq shumë, ose s'kishin kaq shumë lekë. Kush e merr vesh? Është Mapco Construction e Pacollit me 58%, YDA Group e turqëve me sa përqind? I bie me 40%, dhe Dyja Group e Valonat me 2%. Është me 2%. Shpallën fituesit e tenderit, koncesionarit, do merret, do ndërtohet etj. Turqit të riqen. Mbasi të riqen turqit, dhe e shesin? Japin 40% në aksioneve të veta në një ndërtim, në një koncesion që për 35 vjet do të ishte 700 milion? 734 milion euro, dhe i thonë ty, do të t'i shesim për 4.200 euro 20% ton. Tani këtu ka një pyetje në këtë mes. Pra 4.200 euro i ka dhënë me bank? I ka dhënë me bank? Po, janë me letra. Po. Ndërkohë, pjesa tjetër, do këtë pjesë tjetër, po këtu ma shpjegoj Goni. Po për gjithë aksionet. Këtu ma shpjegoj Goni. 20% e aksioneve. Po totale, shuma totale. 20. Se e kishte me detyrim tenderi, po mos ishte një kompani që merrte vesh, nuk do jepej. Janë këto detyrimet që pastaj s'kishte para dhe e koncesionet. S'kishte para dhe shiti 4.200 euro. S'kishte para për të investuar. A vazhdo, sa i madh. Prandaj kam xhan të Flogerit. Kompania është gjigante. Na duhet ky Flogeri patjetër. Kompania është gjigante. Gjigante. Gjigante ajo. Kompania është gjigante. YDA. Vazhdo Sebastian. Tani çan. Floger këtu më rin këtë linjë, ama mos më ndryshon se këtu të dua shumë. Jevi. Çfarë ndodh në këtë mes? Aeroporti ndërtohet mes në një zonë të mbrojtur. Tani kryeministri, duke qenë se i ka marrë përsipër vetë kë heqje dhe kë shtonte zonat e mbrojtura, është dhe kryebashkiaku i përgjithshëm. Po patjetër, ai është sultani i dhënë, kemi thënë. Tani këtë e heqim nga zona e mbrojtur sepse unë këtu dua të ndërtoj një aeroport. Edhe e heq atë nga zona e mbrojtur. Normal. Dhe i dalin këto në Komisionin Evropian dhe i thonë, kalojnë zogj aty. Vinë nga Afrika. Edhe këta tani që mendojnë për zogj, thotë Sebastian dhe kjo është pak egzageruar. Son gjë për njerëzit që vritën në gjitha Azinë, Afrikën, po ka zyra edhe për zogj. Flamingo dhe pelikan, të cilët kanë 2 milion. Janë ndërzimë se kalamajt në Gaza, drejt ke? Flamingo dhe pelikan, të cilët kanë 2 milion. Se bë shaka se. Po pra po një. Për ta relaksu pak. Jam me ty. Flamingo dhe pelikan, që kanë 2, 3, 5 apo 7 milion vjetë, që bëjnë një udhëtim nga Afrika. Dhe vinë të shkret atje, gjëna. Tani, unë e kuptoj ironinë është dhe gjeti, po ka një gjë, një zog mjafton të hyjë në turbinë. Me logjikën e Agronit, ndoshta këto zogj nuk do vinë më në Shqipëri. Nuk e dëgjove çfarë tha. Hyjnë turbinë pra, po. Mjafton një zog të hyjë në turbinë. Mjafton një në fakt se duhen janë fat, po ne. Nëse çon si ka, po kjo s'është më shumë për turbinën se sa duhesh i mbrojtura, se janë specie të rralla. Qeveria merr përsipër me kontratë koncesionare
që të ardhurat e munguara të investitorëve privat, që kjo është shumë interesante faktikisht, dhe nuk e di pse e bëjmë gjithmonë kësaj dhe mund na shpjegoj më pas deputet. Tani agronët e alën fjana, se ne mbaruam. Vë në dispozicion 138 milion euro të taksa paguesve të mijat dhe tuat dhe të kujt tjetër për 10 vitet e para të operimit. Që nëse nuk ka kështu, e do t'i mbuloj shteti. Pra nëse Po kjo është në çdo kontratë, gjithë botën. Po pra, po kjo tregon që Çdo kontratë koncesionare është kjo. Jo, nuk është në çdo Jo, po, kontratë koncesionare, sepse kjo do të thotë në ekonomi që ti vendosesh pozita inferiore. Nuk ke pse të vendosesh pozita inferiore si shtet. Ne do të shpjegoj Goni këtë. E kalojmë si informacion. Vazhdojmë. Tani Sebastian. Është kjo puna e zogjve. Por, po dalë tek diçka tjetër për ta renditur shkurt, pastër dhe sakt. Shkoni tek ato banorët që keni na kërni atje, i keni pa ujë dhe pa drita. Kemi 86 organizata mjedisore, Euronaturën kryesore, cila ka reaguar kundër. Kemi screening që ka bërë Bashkimi Evropian, kur ka ardhur, dhe ka thënë, zotrinë e nderuar, kjo çështja e aeroportit, kjo është delikate, nuk është kaq e thjeshtë. Për këto janë zënë këta pasolli me atë? Jo, prit. Nga që pyeti pse ndodhi shkemi. Dalë me sekond tani, po kjo ka shumë anë kjo medalje. Tani Sebastian po tregon një anë tjetër medalje, si nuk e thatë ju. E interesant. Se ndryshe çfarë kuptimi ka të flasim për të njëjtën gjë. Po Sebastian. Interesant. Dhe dy raste tjerë, nuk e di si do t'i duken Flogertit, tikën aeroporti Myniut. Po ata u larguan. Po si ka mund? Po ky që iku, po ky apo s'ka ndonjë vlerë kjo. Me thon ma thot Goni këtë, pse iku ky njeriu që duhet të shërfikoj pistën? Se dhe ky ka ikur. Pra, kemi ato mund t'i thot më Goni, po prandaj po mezi po e pres tani. Tani pyetja të ikën Mynihu, që të gjithë e dim kush është Müncheni. Müncheni është sot për sot zona më e pasur ekonomike në botë. Qartë. Në Evropë. Në Evropë. Dhe e dyta tikën Turqit. Dhe t'i shesin aksione, 20% aksioneve t'japin për 4 Turqit nuk është se ikën se kishin një pakënaqësi. Po çën si ka? Turqit ikën ashtu siç erdhën. Unë nuk... Pra, Turqit ishin, ajde, po s'janë Turqit në fakt. Po kjo i takon prokurista e toj. Unë po them qytetari ka nevojë që t'i di këto të dhëna. Përfundimin e bën vetë qytetari. Me ndihmën tonë. Pra, në 734 milion euro, ky turku thot, jo, ma thot, marr 4.000 euro dhe mia dhe iki. Tani, ky aeroporti Mynihut që do bënte bashkëpunim me aeroportin e Vlorës, edhe unë do iki, thot. Po tani edhe ky aeroporti Mynihut, pse ikën kësaj. Në këtë mes shtrohen disa pyetje, edhe për të ardhur tek ajo që tha zoti Sheaj me drejt. Unë kam monopolin. Të kesh pozita monopol në një treg, është gjë më fantastike që mendon çdo lloj biznesmeni. Sigurisht. Google i thot unë jam monopol, tha. Dhe duke qenë se unë jam monopol, thot, gjithë janë në këtë klientët e mi. Microsoft i thot unë jam monopol. Të gjithë janë klientët e mi. Tani kemi një aeroport në Rinas, dhe ky aeroport në Rinas tani papritur ka dhe një konkurrent të vetin. Dhe ky konkurrenti i vet tani duhet parë se si është kjo lloj çështje, por zoti Sheaj mund na shpjegoj më mirë. Zoti Sheaj, ky është momenti jot tani, të lutem për te pjesës parë që e shpjegove me Flogertin dhe u monën vesh, tani të lutem na u fut pak në thelbin e problemit. Çfarë është kjo histori sipas teje? Ti që ke qenë biznesmen dhe je biznesmen, domethënë ke qenë tani ti je deputet i kryetar partie, ndoshta s'merresh direkt më, po ti ke nuantin shumë të fortë se sa ne të tjerët. Pse kjo është një aferë e pastër korruptive? Pse? Konkretisht. E para, është bërë një garë ndërkombëtare me një garues. Ka patur vetëm një garues. Që është Pacolli, i cili pastaj fitoi tendrin. Mori një kompani turke thjesht për plotësuar kushtet. Dhe ishte fiktive, totalisht fiktive. Një sipërmarrës tjetër që kishte vetëm 2% të kuotave dhe fitoi një tender prej 130 milion euro. 130 milion euro do t'i marri nga xhepat të qytetarëve shqiptar. Nuk është se i ka marrë. Do t'i marri, ka të garantuara. Jo, prit, t'ja themi njerëzve, në 10 vitet e ardhshme. Nuk ka rëndësi, do marri, i ka të garantuara. Nuk ka rëndësi si ka marrë, do t'i marri. Nuk ka rëndësi. Ka një kontrat ku ati i takojnë 135 milion euro. Jo, i takojnë në qoftë se nuk arrijet ajo pra. Po. Apo do t'a themi Gon tani të... 10.8 milion euro në vit. Sa? Po. Taka shumë... Më një sekund, nuk është se i marrë a priori, unë di që ato i merë në qoftë se nuk bëhet shifra. O, Arian... Po shumë rëndësishme kjo, Goni. E rëndësishme është... Se ne e bëjmë tani si fakt të kryer, do i marrë. Jo, do i marrë në qoftë se... O, Arian, do t'i në rastin më... Themi kushtet se... Në rastin më të keq do marri të paktën 120 milion euro. Po pse? Po sepse kështu është, e ka të garantuara. Është një biznes i garantuar. Jo, pra, në qoftë se nuk ka fluks, Morgon. Po mirë, dakord, a i do i fitoj ato para, pasaj do i marri nga shteti, apo do i marri nga pasagjerët. Në qoftë se nuk ka fluks, po, do kompensoj shteti, po që se ka fluks, nuk i merë e jetë lek. S'ka fluks për ato plus.
Jo, pse do i marr, nuk i merr plusin. Jo, goni nuk është i saktë, vjen keq. O, Arjan, është monazh që do marri mbi parat që do marri nga pasagjerët, do marri dhe 140 milion euro. Në qoftë se s'ka pasagjerë do marrë. Arjan, më ndi që sekond tani ta mbaroj një fjali, se po e mbarova fjalinë dhe mund ta kuptosh. Po ti je dakord me mua? Po, në qoftë se mungojnë pasagjerët do i marrë ato lekë nga shteti. Ndoshta po thonë të njëjtën gjë. Ndoshta po do më lësh ta mbaroj. Po nuk po e thot pra. Po ti s'po më lë ta them. Mirë, okay, jepi. Hadi jepi, më fal. Po na do të bëjmë çik, do bëjmë çik. Dakord, e bëjmë. Po thosha, ka fituar një koncesion që i garanton të paktën 140 milion euro në 10 ditë të ardhshme. Dakord, të paktën. Pastaj do t'i marrë nga shteti e merr pasagjerët, është tjetër gjë. Ai ka fituar një tender ku ishte i vetmi garues, ku qartësisht tenderi ishte, fituesi i tenderi ishte i paracaktuar, qartësisht i paracaktuar, dhe kjo e bën një aferë që kjo të jetë një aferë korruptive, sepse është përcaktuar nga kryeministri që ai do fitonte tenderin dhe janë bërë letrat, janë organizuar që ta fitonte ky, të garonte vetëm ky. Po realisht në garë janë futet tjera. Po një sekond. Ka patur një kompani angleze e cila është përjashtuar. Pra nuk ka qenë tender me një kompani të vetme. Jo, ka qenë për sa kohë ka garuar një njeri, një kompani dhe është marrë parasysh vetëm ajo ofertë, kemi të bëjmë me një konkurrues, se tjerët janë kompania tjetër është skualifikuar, nuk është skualifikuar më gon. Është skualifikuar, më falni. Okej. Ore zyrtarisht po them unë mo. Zyrtarisht po them unë tani garues është ai që futet në garë. Kush nuk futet fare në garë nuk është garues. Po nejse kjo është. Është futur në garë kompania angleze. Dakord. Apo jo? Si duhet. Ti që është futur në garë. Si duash ti. Tani çfarë e bën tjetër këtë një aferë korruptive? Shkon çka kanë bërë ta, se është shumë e rëndë. Është jashtëzakonisht shumë e rëndë. Tani një vit apo pasi fitojnë tenderin, kompania turke, jo vetëm që ka shitur 40% të një kontrate koncesionare me 140 milion euro, pra ndaj ngula këm mbi vlerën 140 milion euro, me 140 milion euro të garantuara, e ka shitur për 4.000 euro. Kupton, ti ke 40% të 140 milionçit për 10 vjetë, nuk ka rëndësi, ti e jep për 4.000 euro. Që kjo qa do thot? Qartazi çdo me kompani thua. Ta ka rënë dakord para. O Arjan, ka rënë dakord, si të them unë ty tani, do blejmë, kam gjetur një këtë, më jep një shembull. Do privatizojmë një magazin, se këtu to 30 vjet do privatizojmë një magazin, po nuk e marr dot vetëm. Do ta marrim bashkë. Do vish dhe ti ta marrim bashkë, vlen 1 milion euro. Dakord? Po ti kod do po vinë se ta kërkoj unë, ma bëj mua këtë ndërë. Dakord? Ne e fitojmë, unë pastaj ti në letra kemi gjysmën ti, gjysmën unë, unë them ty shko se ti kote erdhe se thash unë, hajtë po t'jap një 5.000 eurëshe, ndërkohë ti ke gjysmën, e diçka e që vlen 1 milion euro. Pra i bie që Turqi u kanë ikur, kanë marrë lek, thua ti? Kanë marrë më shumë se 4.500, I bie që ajo ka qenë gjithçka e organizuar. Kush i ka paguar Turqit? Që ti vemi dhe në fund logjikës. Po kjo nuk ka rëndësi. Për ne është e rëndësishme që ky ka qenë një tender me fitues të paracaktuar. Kjo e bën një aferë korruptive. Por çfarë e bën akoma më të rëndë? E para është që shitja e aksioneve të kompanisë koncesionare nuk mund të bëhet pa lejen e ministrisë e qeverisë, dakord? Dhe qeveria ka qenë ndjeni të kësaj loje. Është pjesë e lojës. Por tjetër akoma, çka kanë bërë? Këta kanë mbajtur fshehur pronarin e vërtet. Se çfarë kanë bërë? Cili pronari e vërtet? Pronarin e vërtet aksioneve. Sepse tani po zbulojmë që aksionet 40% në të vërtet formalisht na pas ka kaluar nga kompania turke tek Pacolli, po realisht ai 40% se ka një kontratë tjetër që nuk kanë regjistruar. Dhe kjo është shumë e rëndë, ka qenë e Ademit. E baron Ademit. Kupton, këta kanë fshehur pronarët. Po pse e kanë bërë? Po pse e kanë bërë? E kanë bërë sepse dhe këtu e njëjta gjë. Është konflikti mes biznesit. Për mos ta bërë, për mos ta bërë bloz, sepse nuk mund ta bënin që t'ja jepnin dikujt që kishte 2%, sepse opinioni publik mund të reagonin media, thonë, çfarë po bëni? Si dikush që ka 2% blen 40% me 4.000 euro. Jo, nuk e ka pa këtë. Jo, kujdes, është kompania turke që i dha 4.000 euro, mos nga trota ne. Baron Ademi kishte 2% në fillim. Jo. Kompania turke ka marrë atëherë, në momentin që e ka shitur pjesën e vet 40%. Në momentin që mbaruan punën dhe duhet që dikush të merrte këtë 40% që nuk ishte e kompanisë turke, qartësisht nuk ishte e kompanisë turke, se po t'ishte e kompanisë turke nuk do ta shiste 4.000 euro. Nuk ishte vetëm letra e kompanisë turke. Ashtu, ishte dikuj tjetër, ky 40% nuk mund të shkonte direkt te Ademi ku ishte plani, por duhet të shkonte te Pacolli, sepse
nuk mundet të shkonte një 2%, ishte një 2%, nuk ishte besueshme. Dhe kishin patë nevojë për të lojën. Fatikisht e Pacolli vajten ato, Pacolli pasaj mu bënë 8%. Këtë po them edhe, po them që formalisht vajten të Pacolli. Formalisht vajten, po realisht nuk duhet shkonin të Pacolli, duhet shkonin të Ademi, se në fakt ishte një kontrat paralele të fshehur, të fshet që po del tani. Tani, përplasja midis Pacollit dhe Ademit, ne nuk na intereson, mua s'mi intereson fare. Se përplasjen biznesmen në çdo ditë. Po patjetër. Sa duash, mos në Shqipëri. Tu vllai me vllai nga punë. Jo më diskutohet. Ne nuk na intereson kjo gjë. Sepse kush do marri ato para, do i marri njëri apo tjetri, nuk i intereson qytetarëve shqiptar. Po patjetër. Qytetarëve shqiptar i intereson, ore, për këtë aeroportin mund ta harxhoni më pak ne? Mund ta merrte dikush që nuk do përfundonte në një sherr ku do diskutoj dhe vjen pikpyetje. Prit goni para se dalim konkluzione. Jo, po prit kanë me vënë nga ty të më shkruaj tjetër. Kjo na intereson. Dhe tani, ndërkohë kur janë shitur aksionet, kur është shitur 40% për 4.000 euro, e ditin sa lajme portale ka dalë? Birni ka folur, edhe mund të ketë folur në një portal tjetër. Birni dio. Ose kush tjetër. Dakor? Kurse për sherrin midis dy ortakëve që zjen me njëri tjetrin, se kush do marri plaçkën e vjedhur, kemi një javë që diskutojmë, jo Bengazi, jo Libia, çfarë na duhet ne të futemi në çka kanë këta me njëri tjetrin? Çfarë na intereson çka këta me njëri tjetrin? Kush është ministri? Ne na intereson. Tani edhe kurioz, jemi fakt tani. Në moment që transferojnë kotat dhe që miraton këtë transferim kotash. Balluku. Pse nuk është shprehur? Po mua më pyeti. Më falë, Oçan, po merremi që të cerojmë diçka. Falë, që të cerojmë diçka. Se ka një, jo, Agron, të ndihmoj vetëm se jam ta mbaroj. Tani, shiko, çështja është këtu, ajo që është më e çuditshme në këtë është si është e mundur që drejtësia nuk ka vepruar. Si është e mundur? Çfarë presin këta? Nuk e kanë parë, nuk u bën përshtypje këtyre që nuk mund të shiten 40% të aksioneve të një kompanie me 100 ca milion euro fitime, më falë, fitime të garantuara. Më ndi sekund. I bën përshtypje, se ti the shumë mirë, se nuk e llogari kjo. Si ka firmosur 40% që... Gjo, se ka... Agron, se nuk e kemi shpjeguar gjithë kronologjinë, Arjan, prandaj ka një handicap. Një sekundë flokresë, në të përnë që me gonit, se pasaj zë Tani, shiko. Goni kam një pyetje për ty, vlla. Kjo Delfos i qarëse për qëndet si jemër shumë. Kush? Delfos. Kush është Delfos? Apo se ke ndjekur si çështje ti. Pra se ka prandaj them që ima Guack, kjo kompania Guack që është në Luksemburg. Po. Luksemburg apo jo? O, Arjan, e di çfarë? Apo si intereson fare? Jo, më fal, e kam ndjekur, e dëgjova me pak a shumë. Sipas kompanisë Pacollit, ai atë 100 milion që ka marrë atë 100 milion, nuk e ka marrë fare për aeroportin. Se s'ka lidhje me aeroportin, ka marrë për punë të veta. Ai ka disa kalon kolateral aeroport. Jo, pra, jo, se kalon pra. Një pjesë kontratë, po prit pra. Se kalon pra tani. Këto janë punë, ne ulemi këtu. Apo ti tek pjesë nuk të intereson. Ne ulemi këtu dhe diskutojmë për sipërmarrës që qarkullojnë miliona euro. Që janë të respektuar më në fund vetë. Nuk e di janë të respektuar, se janë të respektuar, të nuk e di. Po jo më po ata në punën e vet valla. Nuk i futem kësaj gjë. Ne nuk i dim se çfarë marrëdhënies ka këta me njëri tjetrin, nëse kanë ndërtuar në Bengazi, në Libia, apo ku e di unë, kanë raportet e tyre. Këto janë informacione që ne nuk i kemi. Fakti që ai merr një kredi duke thënë, shiko se un kam këto asete 1 2 3 4 dhe të përdorësh asetet për një sipërmarrës, të përdori asetet për marrë një kredi. Është normale. Është më se normale. Tani ne kujdesemi, themi, po ai që ka dhënë 100 milion euro, e di ai që ky është një aset strategjik kombëtar, po është punë e tij, nëse ai është i gatshëm të japi 100 milion euro, sepse ai nuk mund ta marrë aeroportin e Vlorës. Askush nuk mund ta marrë aeroportin e Vlorës, sepse thot kontrata koncesionare. Dhe kontrata koncesionare parashikon që aksionet nuk mund të lëvizin. Do të shqetësohemi ne për sa e merr dot njëri. Se ndalon ligji, kupton? Dhe kushdo që jep 100 milion euro, por nëse është aq budallasa, nuk ka lexuar kontratën koncesionare. Gjithë ato që kanë thënë deri në media janë fake news, janë budalliqe. Janë totalisht. Jo, po ky ka lënë aeroportin hipotek, nuk ekziston kjo. Ore, nuk na intereson ne kjo gjë. Nuk na intereson aeroporti. Po ti thua se kontrata nuk e lejon pra. Po nuk ja lejon, më se duhet firma. Ore, u transferuan 40% për 4.000 euro dhe u desh firma e ministrit. Në fakt, kompania e Pacollit ato. Tani, më fal. Tjetër gjë, shiko, ne nuk mund mos të shohim. Kontratë tjetër ne nuk mund mos të shohim një fakt, dëgjoj. Ka një javë që ka filluar një luftë në drejtim të Pacollit. Pacolli është pjesë e një afere korruptive, nuk ka diskutim. Unë nuk po mbroj... Nuk e dim me ato, nuk e dim. Unë po them opinionin tim.
Prova s'kemi tani, që në 7 lafe janë lololo. Po, dakor. Opinion të taj, thasë është fakt. Opinion, po. Unë të thash mi çfarë e bazoj, unë të përmendë disa fakte. Dakor? Po, dhe mënyra si është bërë, si u të rojnë. Në momentin që jepet një tender i paracaktuar dhe transferohen 20% të kuotave, 4.000 euro, dhe mbahet i fshet përfituesi real, dakor, për mua kjo është një afer korruptive. Dakor, tani, por e vërteta është që tani ka një sulm të papar, mediatik, prokuroria, para ruse, thua ti, po bëhet, dakor, në drejtim të pronarit aktual të aeroportit të Vlorës, dhe do ishim naiv, po mos të kuptonim që këtu ka një regji. Ka një regji që nuk mund tjetë... Amerikane që thotë që këtu janë rusët. Më falë, nuk këtu ka një regji që s'mund tjetë, nuk mund të veproj në ndrejtimin e Valon Ademit. Po pse nuk mendon se është CIA amerikane që janë rusët brapa, se të erdi për qeshur kur të thash. Për çfarë? Se ka shumë... Kjo historia me Rusi, beson t'i gdonë? Se thonë që CIA amerikane dhe FBI-a kanë ardhur, kanë sjellë informacion që këtu po hynë rusët në aeroport. Këto më duke bullshit mua të gjithë. Kush e thotë? Cili është burimi? Qarkullon gjithandej. Qarkullon gjithandeja? Po, shumë gjëra qarkullon gjithandeja, dhe që në për vaksina ka qipe dhe donin... Që zoti Pacoli... Rusët mund të bëjnë çdo gjë, kjo s'ka asnjë diskutim, po më jepni një element, një burim, një lajm, një... Zoti Pacoli ka punuar në Rusi, mund të ketë punuar me kompani ruse që nuk janë listat zeza, s'ka asnjë problem. Që s'është një gjë... Eksakt, pra, nuk është se nuk është tragjedia këtu. Ai nuk po punon me oligarkun që është ngjitur me Putinin. Marrë parasysh Edi Rama kur i dha aeroportin e Vlorës, mos na i kërkoj tani, mos kujtohet, ne nuk shqetësohemi kur qeveria shqiptare, nëse pas ka qenë kaq i keq ky, pse i dha në aeroportin e Vlorës ta? Jo, më që i keqë, bro. Çan, mund të... Tani që po bëjnë shpjegim me 4 hapa shumë shpejt për njerëzit. Po shpjegoja se dua ta di. Goni, do bie dakord me shpjegimin tënd? Jo, po këto janë vetëm fakte. Domethënë, çfarë ndodh? Si shkuam te ky konflikt dhe te ky vendim gjykate i cili nuk ka ndaluar punimet, por ka ndaluar vendimarrjet e bordit të vija. Unë mos shumë nga Rama, si shkuam. Rama dhe mori vendimin, tha... Po them... është tani, prokuroria s'ka pun tjetër me qatë meret, vepron direkt dhe bën... Si e ka bërë hapat që ka ndjekur Rama për të shkuar deri këtu? Po, kjo më pëlqen. Se vetëm që është në drejt... Është afër të vërtetës. Po. Është afër të vërtetës. Lidhet kontrata. Turqit tërhiqen. Në ditën që Turqit tërhiqen dhe ja shesin kompanisë së Pacolit aksionet, 40%, po atë ditë, Pacoli me kompaninë e Ademit bën një parakontrat ku ndaheshin aksionet pra 100% në 51 me 49 në favor të Pacolit. Kjo tregon që 20% nuk ishte për Pacolin, po ishte për Ademin, por nuk e tregonin dot. Sepse nuk është pasuruar asnjë QKB. E kuptoni që çfarë bëhet? Pra prit se po është konflikti Çan, më lini. Cila është arsyeja? Dhe në këtë moment, edhe është shkelit ligjit, sepse këta po tregojnë, më fal që ndërpres, kjo është shumë e rëndësishme. Sepse koncesioni është i parashikuar, ti nuk mund transferosh kuotat pa lejen e ministrisë. Dakor. Kupton, edhe në momentin që ti bën gjë të tillë, ti praktikisht ke mashtruar. E kuptova. Po Flogert, jo je i qartë. Po më vjen tani një informacion që ajo 4200 euro i pamshëm është dera e raportuar 40% e kapitalit themeltar. Pra kur është krijuar Via, kompania koncesionare Vlora International Airport. Po pra, ka një kapital fillestar se stilin. Po, që mund tjetë 10.000 euro dhe 20% që është 4.000 euro. Po Delfosi, po pra, po të shqitur 150 milion që 4.000 euro. Se betën 12, sa ishte 12.000 euro duke? Ne po flasim për... Kapital fillestar? Çfarë është zyrtare? Ai ti ke dhënë dhe një çantë me para 10 milion euro. Ne po flasim zyrtarisht sa ka dhënë. 20% i aksioneve, është i kapital... Po, atëherë në qoftë se e di është e pandeshme që nuk na e shpjegove neve që se di. Edhe mu desh ma thot dikush tjetër. Tani, mirë më mirë që... Jo, po një sekundë, se po më thuaj që unë them diçka pandeshme. Mirë, ti mund ma thuash, po jo sebi. Merë atë zotrin, që po të shpjegoj... Një inxhinier është, të beton. Nga Vlora. Dhe shpjegoj... I them dhe emrin po më tha. Dhe shpjegoj... Inxhinier, të lutem, në qoftë se mund të them emrin Gonit. Dhe shpjegoj që përqind vlerën nuk e caktova unë. Vlera rezulton nga aktet
Protesta, që të shpjegoj Unë s'kam që të hap. shpjegoj, them jo se doli nga vlerësimi që i bën. Jo, po do të shpjegoj. Nuk bëj avokatin e askujt, vetëm po shpjegoj hapa. E shpjegove, pra e shpjegove, jo e shpjegove, jam i qartë. Ma se kuptoj veti, po se kuptoj publiku. Okej. Unë përmënda vlerën zyrtare. Nëse ata kanë quar para me çanta, unë këtë nuk e di. Ne flasim për zyrtarisht të shitur 4.000 euro. 20% Se kapitali fillestar ka 110.000. Ore, mund ta kenë llogaritur edhe mund të kenë marrë edhe një kompani që ka bërë vlerësimin, ka thënë aq blen. Apo e marrin nga ne mund të hapim një SHPK fusin nga 5.000 lekë. Po nuk ka rëndësi. Që shkojmë atje ku the ti, se ndoshta do t'jap drejt. Pra, në momentin që turqit largohen, paralelisht, atë ditë kur kalojnë aksionet tek Pacolli, atë ditë firmoset një kontratë, para kontratë, mes Pacollit dhe Ademit, ku kompanive respektive pra, ku ndashin 51 me 49. Tani çfarë ndodh? Këtu ka ndodhur dhe konflikti, nëse mund ta themi kështu. Sepse në qendrën kombëtare të biznesit është regjistruar vetëm kalimi i aksioneve nga turqit tek Pacolli dhe nuk është regjistruar para kontrata, pra kjo 59 me 49 me 51-shin. Dhe në këtë moment, sipas ÇKB-s dhe sipas letrave dhe kur ka vajtur Pacolli atje, ka shkuar që kam 98%. Dhe ka shkuar ku? Kur ka marrë atë kredin 100 milionçe. Që pjesë po ti bën një hap gjigant. Na shpjegoj një herë, ishte mundur që ky si u gënjye ky, nuk e pa ky se unë nëse blej 49% të potave të një koncesioni për 120 milionë euro dhe firmosimi kontratë bashkë, unë të ne mos më zëgjumi tër natën derisa nuk e shkoj të regjistruar në QKB. Po pra, nuk është regjistruar. Janë shumë para. Nuk është regjistruar pra. Çfarë priti? Tani Valona Demi po raportoi, Agron kujtua ky po raportoi. Se s'po regjistrojnë. Agron po raportoi. Mos vallë ta kanë qenë dakord me njëri tjetrin që mos kush e ka marrë vesh tha? Valona Demi. Avokati i këtyre kompanisë së Ademi. Valona është banale. Unë them çfarë tha ai, unë po raportoj, ne po raportoj. Tani ai edhe sikur Bill Gates të jetë prapë. Ne po raportoj. A mund ta mbyll raportimin për 50% që po thuaj se 120 milionë euro është vlerë e madhe. Si tani e mori vesh ai? E mbylla. Valoni një shtëpi blejme dhe duam ta shikojmë hipotekë sa më shpejt. Po, pra po. Se s'diet Allah, se këtu ta heqë. Valoni nuk e dinte pra po them. Po mirë, më dakord. Valoni nuk e dinte që ka ndodhur kjo. Ai thotë që nuk e dinte se. Po pra dakord, ai thotë që nuk e dinte që ka ndodhur kjo. Ai mendon se jemi gjithë. Dhe ai ndërkohë kishte investuar 23 milion euro. Po ti investon 23 milion euro dhe nuk i sigurohesh që kuota ti kesh aty. Sepse ai kishte bërë një parakontratë që do shkonte për të regjistruar. Po. Dhe çfarë ndodh? Që aty pastaj ndodh plasja, kërcitja për plasje e madhe. Në një moment kur kishte ndodhur kjo pra me aksionet, Pacolli shkon në Zvicër te kompania MØM, mbledh bordin dhe ndalon shitjen e çdo aksioni ndaj përket aeroportit. Po mirë ka. Pra e bllokon dhe e ruan 98%. Po shumë mirë ka. Më fal, thjesht po shpjegoj konfliktin më. Në këtë moment Valona Demi tha prit se këtu ka një problem të madh. Ne jemi 51 me 49 dhe sipas informacioneve pastaj, te kjo jo banka, po institucioni financiar që ka shkuar Pacolli, sipas informacioneve që qarkullojnë, na që kanë të përfshirë dhe rusët. Dhe ky është një tjetër argument që ka zoti Ademi. E thot Ademi. E thot Ademi, nën kuptohet që është pjesë dhe një kontratë që kanë nxjerrë një ortakët për njëri tjetrin, çfarë thon kur fillonin zihen për shumë më pak, s'ka ortak për 100 miliona euro. Jo që jemi rusët, po thon që vim nga ëna. E fundit e mbylla. Një koleg ynë në Kosovë, i cili pretendon që ka kontratën e Pacollit me kompaninë që ka marrë parat 100 milionë atje. Cili është kolegu, pra thuaj? Kolegu është Lirim Memetaj. Po, duhet ishte Lirimi këtu, sot me shaftuar. I Vox Kosova. I shaftuar, po nuk ishte mundësi, më thë Arjan, të lutem ta se janë diku tjetër live. Gazetar shumë i nderuar dhe shumë profesionist. Sipas ti, po ta shohësh me kujdes kontratën, aty lot kuptohet që në fakt aeroporti i Vlorës është një lloj kolaterali për këtë 100 milionë. Për këtë pastaj nuk di të them sepse kjo është penale pastaj. Tani, do them diçka. Tani më vin mesazhet se lutem bleni Goni të flasin. Lutem bleni Goni të flasin vin mesazhet. Tani njerëz do të dëgjojnë Goni për të gjëra ata, se Goni ka dhënë prova. Tani ne raportuar. Jo, më mirë se thash për ju. Sa të shqetësuar jemi ne, sa shqetësuar janë ana. Se çfarë sherrësh kanë ata me një tjetër. Për të diskutuar se unë si mashtroj buxheti
Ademin, apo Ademi... Nuk është kjo që... Më falë një sekund. Dhe nuk jemi të shqetësuar se si na mashtroi Edi Rama, si na mori... Njerëzit duhet dinë se erdhëm këtu. 120 milionë euro, dakord? Urdhon? Si na e bëri. Si na e bëri? Po herë ta thashu si na e bëri. Jo, po gjithsesi. Mori paracaktoi fituesi, nuk bëri një garë. Një kryeministër që nuk mashtron qytetarët e vet, bën një garë ndërkombëtare, vin një kompani e huaj. Eri pra kompania angleze. Që nuk merret me këto. Skualifikuan, po. Dakor? Ofron çmimin më të mirë, më të ulët, kurse na aty me 10 miliona euro, dhe ti je i sigurt që ajo respekton afatet dhe në fund t'jep aeroportin, si çdo me Rinasin. Ju kujtohet si u ndërtua Rinasi. Çu u ndërtua? Ashtu aq dinim ne ishte para tani si hyn konkurenca me Rinasin këtu. Një sekond. Jo tani prit se fillon nga para këta. Kshu bëhet. Prit të vazhdoj. Do të mashtrosh, nuk bën as p fare, bën me tender, se aq është vlera, nuk është ndonjë vlerë maramëndse, sepse këtu ti do ta shteti shqiptar sidoqoftë e merr riskun përsipër të fakti që mund të eci ose mund mos të eci aeroporti, dakor? Bëje një tender, i pagoja ato para dhe s'kishe më punë. Merje më të miri në treg, harxhoje sa më pak para të qytetarëve shqiptar, nuk kishte diskutime, afera, korrupsion, rresisht e mundur që çdo gjë që bëhet në Shqipëri, çdo gjë që bën kjo qeveri përfundon në spak. Ja, tani këtu do të bëj një pyetje, një sekondë do të bëj një pyetje tani. Me vjedhje. Deri me diskutojmë si ja mori Beqet Pacolli dhe si e mashtroi, si e mori kontratën, e regjistroi, se regjistroi. Agron, kam një pyetje për ty unë këtu. Po pas kësaj. Jepi. Se ti thua e gjitha kjo është bërë që në fillim e kështu. Unë kam një pyetje thjeshtë. Po në çfarë interesi ka Ramsi 4? Që këto gjëra ti bëj kaq në mënyrë sipas qëndrimit, sipas teorisë tënde, ti bëj kaq në mënyrë kështu banale të lehtësisht të zbulueshme nga kundërshtarët e tij apo nga media. Pra, mua nuk më rri kjo si logjik. Pse duhet që pas çdo tenderi ose koncesioni se VP-ja të ketë një aferë. Pra, mos do shtagon, pyetja ime është, mos do shta Ramsi nuk di që vërtet e ja fusin këta më rrugë. Du të një marësit kujdes, edhe pse e lodhur, sepse për arsyet e tua, buqik, tani futur kujdes tani. Pra, pyetja ime dhe dilema ime është kjo, Agro. Mos do shta ku ja futën? Jo, mos do shta në gjithë histori Po e parim rastin konkret. Ramsi shkret, mundohet që të bëj vepra në Shqipëri, të bëj vepra dhe këta poshtë ja fusin. Tani, çështja ashtu. Ti më pyetje po të bëj. Ne ndonjëherë politikanët i bëjmë shumë naiv, dakor? Këta politikanët tanë mos i ke vjerë për gjithë. Për njerëzit e qeverisë. Për qeverin, më falë, për qeverin e kam vjerë pushtetarët. Çersa dhe kashtë. Mos janë budallënj, mos thjesht nuk din, senatori i Tiranës për shembull, mos nuk ditën këta i gënjyen 2-3 çka ishin ata askusha praktikisht. Mërtiri me shok, se kështu doli praktikisht. Dhe po thotë Edi Rama, çfarë bëjmë tani? Ne besuam këta morën 400 milionë euro dhe thotë të dhe populli e beson dhe e voton, pra ky është problemi. Problemi jo, se kjo është tjetër gjë. Po, kjo është pak me thellë. Ore, dhe pastaj lind pyetja, thua mirë, dakor, hajde se zëm për një moment që kur vjen puna për të menaxhuar paratë e qytetarëve shqiptar që nuk dinë, janë pa aftë, nuk dinë, gënjehen të shkret. Po se si kanë paratë e tyre në fund. Po kur merren, kur blejnë shtëpi për veten e tyre, kur arredojnë shtëpinë, kur blejnë makina, kur pse si gënjen njëri këta, po do dhe kundërta. Po sa të kanë paratë e tyre? Atëherë, kështu që se kanë nga budallëku, nuk është e gënjej Ramën. Se Rama kur është për punë e vet, nuk se gënjen njëri, se mashtron njëri. E ke ty të mbushet mendja se Rama gënjet thjesht. Ramsi nuk merret ai direkt me paratë, nuk është se merret ai që na kaq na aq. Po se çfarë kryeministri për çfarë bën? Po kryeministri këtë bën. Mbledh paratë e qytetarëve dhe këto para pastaj i kthen në shërbime, në investime. Nuk është se mbledh ai. Kam bllafin. Ai është në krye. Tani mos të bëhemi kaq. Çfarë interesi ka Ramsi? Ti fotallesh, edhe unë po të përgjigjem seriozisht, ky është problemi. Mos do të përgjigjem seriozisht. Çfarë interesi ka Ramsi që ta akumuloj gjithë aferat korruptive ose të dyshuara korruptive? Do ta japim shpjegim, Këtë se marrë do të tani, dëgjoj. Të mbash një pushtet. Ti po që bën lavatriç? Të mbash, dëgjoj. Ta shpjegoj. Tani çështja është këtu. Ne mendojmë që politikanët e korruptuar vetëm pasurohen, vjen aty në pushtet e pasurohen. Të mbash një pushtet 12 vjet dhe të fitosh zgjedhjet e katërta me një avantazh shumë më të madh se ç'ke fituar zgjedhjet e para, pavarësisht se ka ikur 1/3 e popullsisë, do jashtëzakonisht shumë para. Do shumë para. Pra si ka marrë për vete dhe qoftë i ka marrë. Do shumë para duhen kryesisht për të manipuluar opinionin publik. Tani unë të jap një shembull. E di ti, ne jemi këtu dhe unë të falenderoj që më ftove. Jo, patjetër se reagimi jot ishte shumë interesant. Ajo video që kam bërë unë
në sa portale ka dalë sot? Video që dhamë në fillim. Ai lajm. Nuk e di. Në asnjë. Po si ka mundsi? Asnjë. pse? Tani, nuk është e lajmet e mi, kur flasë unë, dalin lajm në gjitha mediat. Edhe në gjitha Se ka marrë portalet apo se ka marrë faqet e tjera? Asnjë portal. Zakonisht e marrin 4, 5, 6, do njerë 10, kur del ndonjë lajm i keq e marrin gjitha. Gjitha pavarësisht time, gjën kudo. Dakor? Këtë lajm nuk e ka marrë askush. Si e shpjegon ti? Sepse ato parat për cilat po flasin, duen pikërisht për të kontrolluar mediat, për të manipuluar opinionin publik dhe për të censuruar çdo lajm që dëmton Edi Ramën dhe pushtetin. E qartë. Po s'ka mundësi më Po ka mundësi shke me të. Po ne jetojmë në botë lirë, më ja, unë e pasha të sot dhe të ftohtë. Po ti e pe në rrjetet sociale, sepse në rrjetet sociale ajo ishte një qëndrim që mund ta kem parë në Instagram vetëm do ta jap prapë tani në këto vetëm se mbasditë kam hedhur, mund ta kem parë 60.000 veta, në Facebook nëse s'gaboj janë 100.000 dhe në TikTok po ashtu janë 100.000, pak a shumë. Sepse kishte interes. Dakor? Po ka interes. Dhe shqyqyr që kemi rrjetet sociale, po thjesht më pyete. Ti do të kuptosh mekanizmin si funksionon. Më pyete, pse ju duhen kaq shumë para? Nuk u ngopën këta? Pse vjedhin haptas? Sepse ju duhen shumë para. Të mbash një pushtet të korruptuar si ky dhe të fitosh zgjedhjet, duhen shumë para. Duhen jashtëzakonisht. Kështu i thua në janë të gjithat para që përdoren kryesisht në media. Ti më fjalë tjera po thua që këta janë në hall dhe bën nga halli, jo nga qefi apo jo? Jo, por është një sistem. Po e bën nga halli se duhet të vazhdon. Po, absolutisht, e bën nga halli, duhen para. Atë janë për të ardhur keq. Po që janë për të ardhur keq. Mua vjen keq për ta njerëz. Unë tha se këta e bënin për qef, vëllai, të akumulonin para. Që se bëj nga halli, unë kam keqardhje për këta njerëz. Kushdo që vjedh dhe pasurohet në kurisë të popullit më të varfër në Europë, është për të ardhur keq. S'ka diskutimi këtë gjë. Jo, nëse unë kam keqardhje tjetër. Janë ajdu të rëndom që pasurohen dhe i gënjejnë pastaj me ato para që vjedhin, pastaj i gënjejnë që po punojnë për ta. Po edhe po të jetë kjo, pesa duket, funksionon si skema, Agron. Shko, ka të treguar që fatkeqësisht funksionon. Në Shqipëri fatkeqësisht funksionon. Po kjo s'do të thotë që ne nuk do të punojmë, të ngulim kë. Atëre, fjalë e fundit takon Gonit, po të filloj një nga miqtë e mi, kolegët të shtypit, të medias, të komunikimit, po filloj nga Sebastiani, Flogert dhe Marsiti. A mund të përgjigjemi me një fjali pyetjes që ka në ekran për ta përmbledhur të gjithën? Kush ja futi kujt dhe kush përfiton? Pra duhen 3 entitete për të kuptuar. Ai futuri, ai që e hëngri, kush ja futi dhe kush përfiton. Dhe kush përfiton në fund. Në telenovelën midis Pacollit dhe Ademit, se kush ja futi kujt ne nuk na intereson, por përfitimin e dim që përfiton bankomati i Edi Ramës. Unë kështu do t'jeve përgjigje. Flogert? Nuk ja ka futur akoma askush askujt, duhet presim kush do e hajë deri në fund, por ai që nuk përfiton është në çdo rast publiku, qytetarët. Qartë. Interesi publik thotë nuk përfiton. Në asnjë rast. Nga asnjë konflikt nuk mund të ketë interes publik. Se ne në fakt me interesin publik kemi busull në këtë emision. Të gjitha janë funksion të asaj. Zoti Gupi? Marsit Gupi? Këtu se kush do ja fusi kujt çani është akoma situatë që është pezull. Nuk e themi. Nuk është e përfunduar. Kush përfiton? Ndje që gjithmonë në këto situata pushteti përfiton. Pushteti. Edi Rama. Kush e ha? Ai që do haj realisht nuk është as Valoni as Bexheti. Po kush është? Qytetarë shqiptar. Që thjesht do të paguajnë ato. Po. Agron, me këtë mbyllim emisionin, përgjigjja jote e fundit. Thjesht për të përgjigjur me një fjali, si vetë, kush ja futi kujt dhe kush përfiton. Për të vënë pika mbi. Tu do ketë një fitues. Dhe fituesi është autokrati. Në çdo autokraci, autokrati është ai që fiton gjithmonë. Kush ai do përfitoj? Kush e hëngri gjithmonë qytetarët e thjeshtë? Jo, kush ja futi kujt në kuptimin e 2 kompanive, po flas, që kanë bërë në lojë. Unë di që... A dyshi dhe... Apo me atës s'do të merresh. Jo, nuk s'do të merrem, po nuk ka rëndësi. Tani unë midis, tani të lutem. Jo, kot më kot. Jo, ta shpjegoj. Ke drejt mos merrem. Jo, merrem në kuptimin që mua më intereson. Unë nuk jam këtu për diskutuar se kush fiton në dy ortakësh që do zihen, ka me që bëhet fjalë për investim strategjik si aeroporti mos, po të ishte gjë tjetër s'do merreshin fare. Po kompani private për një pallat. Kuptoj, Goni. E kuptoj. Mos ishte aeroporti s'do merreshin fare me. Por mua më intereson kur ja fusin qytetarëve. Kjo është ajo që mua më intereson. Dhe këtu, nga fillimi deri në fund, kjo histori ka një viktim. Viktimat
janë qytetarët. Iku. Dhe përfituesi është gjithmonë i njëjti. Marsit para sa mbyllim për të krijuar një jo statistikë, se nuk e kemi sonte, por një ide pak a shumë. Digjeti nga kolegët e tu që janë avokat civil, pra që nuk janë penalistë. Po, civile dhe tregtare. Bëhet dhe tregtare. Në sa përqind, sa është përqindja e ortakëve që janë shere të paparë me njëri tjetrin, se nuk them të atyre që vriten me njëri tjetrin, që dhe kalojnë në vrasje, po të atyre që janë thjesht në shere dhe në përgjyqje. Dim ta themi? Ne nuk vritemi ne nuk vritemi se është e zezë për të bërë si batut, por ne nuk vritemi për të tilla aksione, ne vritemi për i kafe. Ajo diskutohet, prandaj po. Kjo është e intrigues Çani. Realisht gati 90% e shoqërive tregtare që janë ortak. Po, sidomos shoqërive të kapitalit, që janë shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, ose shoqëritë aksionare, pjesa më e madhe e aksionerëve ose ortakëve janë në për konflikte gjyqësore. Pse? Situata është pak a shumë e ngjashme, por ky fenomen është në shkrimi i kapitalit, ndarja e fitimeve ose mënyra lidhjes kontratave. Qartë. Dhe pjesa më e madhe dhe këtu s'bën përjashtim edhe kur janë vëllezër ortak. Edhe kur janë vëllezër më. Më keq akoma thon. Janë vëllezër më keq se varet kë fryt në shumë gruaja. Aty është problem. Yta. Gonç, është e bukur kjo, është e bukur. Jo, jo, pse maskiliste? Kjo nuk është politikalisht korrekt. Jo, më ndikon gruaja. Dhe aty ka pa gruaja. Jo, është raport me të vërtetën. Gruaja është me këmbë tokë, vlla. Kujdes ta futi. Problemi është, Çani në këtë situatë gruaja është e Dirama, te aeroporti i Tiranës. Varet kë fryt. Gon, fjalë fundi për ty sot, se të kishim të ftuar speciale dhe u të falenderojmë jashtëmase për këtë dritë që i hodhe kësaj ngjarje. Nga këndvështrimi jo sigurisht, e i partisë që ti përfaqëson. Sot Goni ka qenë njëri dritë. Brillant, po, është brillante. Këtë çështje Goni duhet të pas në studio, është i papar. Ku ka kështu çështje që Goni është e qanë këtë pjesë? Gon, të lutem më thoni një gjë. Ti si biznesmen prej shumë vitesh valla në Itali, më vonë në Shqipëri. Ke qenë gjithmonë vetëm apo ke pas ortak? S'kam pyetur asnjëherë. Kam qenë pothuajse gjithmonë vetëm. S'ke pas ortak me përqindje? Kur kam patur ortak, s'ke shkuar mirë? po nuk kam përfunduar në përgjyqje. Kam zgjidhur. E zgjidh në mënyrë kështu. Edhe këta mund ta zgjidhin. E kam zgjidhur. Jo, në gjyq. Po jo vetëm, po nuk kam kaluar në nivele të tilla, thjesht kam patur, mund të kemi patur përplasje mbi si do zhvillonin biznesin dhe prandaj preferoj të jem. Po jo më ke kaq të kamaqe. Jo, nuk jam mbi këto s'kam patur asnjë diskutim. Mbi vizion. Thjesht e kam patur mbi. Cila këshilla i do jepë sot Agron se ti je një biznesmen i suksesshëm, gjithë atyre që kanë ndërmend dhe që janë duke hapur një biznes. Të mundojnë ta mbaj vetëm apo të marrin ortak? Të kenë ortak. Unë duke bazuar në eksperiencën time, biznesi është shumë i vështirë. Më mirë vetëm thotë. Shumë i vështirë. Më mirë vetëm. Është shumë i vështirë dhe shumë e rëndësishme të kuptosh se kush e mban përgjegjësinë. Kush merr vendimin do të mbajë përgjegjësi. Kur janë 2, 3 apo më shumë, nuk merret vesh kush merr vendimin dhe faji është jetim. Pra edhe administratori thua ti që mban përgjegjësi ligjore të gjitha, ti prap nuk i beson dot. Pra ortakët të rinë që ja lën administratorit për shkak. Edhe kjo funksionon. Nuk funksionon, nuk janë. Ta fut dhe administratori do thuash. Po se kam të futur, nuk po flas për futjen, futja është mashtrim, aty është tjetër gjë, jemi në kushte tjera. Unë po flas në një sferë tjetër, unë po flas edhe kur ke dashamirësi, kur nuk ke keqdashësi, prap biznesi në ortakëri është shumë i vështirë për të bërë. Sepse ti ke një vizion kështu, ai ka vizion tjetër. Ai ka tjetër, ai thotë ja ti ma bëre, ti e ke fajin se po të kështje kur mua nuk do. Pra këshilla jote sot është më mirë vetëm. Si fillim më mirë vetëm. Dakor. Ky e ka bërë dhe me partia ashtu, kështu që. E fut punjë. E hodhi punjë. Është i majti vërtet. E bukurisht. Është i majti. Edhe partia ashtu e ke bërë. Më mirë vetëm. E ke ndjekur unë kërkova jo vetëm fare jo, po që një grup shumë i vogël, se partia vetëm nuk bëhet, biznesi vetëm bëhet, kurse partia vetëm nuk bëhet. Le të themi me një grup më të pe qendron frymës. Po s'ka Eraldi Flori. Vetëm Eraldi kemi Barbarën, kemi. Me radh tani te Eraldi. Eraldi është i papar. Jo, edhe Barbara shumë e mirë dhe shumë të tjerë. Barbara, patjetër. Kaq ishte ju këta shikoni, nuk ndërtohet një parti dhe nuk arrit rezultati që arritëm. Me unë, Eraldi dhe Barbara. Ka shumë të tjerë që kanë dhe një kontribut jashtëzakonshëm dhe kanë bërë të... Tani Ledio do ju plasi një video të shkurtër nga Londra, do të qenë o dje o par dje, po sot dalin ato se i hedh vetë Ramsi 4, kryeministri i Shqipërisë. Janë hedhur shumë për rrjete, hedh kështu të vogla, mam gjithë batutat që bën atje, bëhet kjo ka qenë një tip. Ç'a eventi ishte? Ishte një qokë në Londër, Flogert. Po gjeti? Samiti Berlinit. Jo,
është më vonë Samiti Berili, që në Londra ai në një qok tjetër. Me mbretin Samiti u bë më vonë, duhet ishin dy mbretin e me këto darkat. Dhe një nga qokat më bëri shumë përshtypje kur e pash, një nga qokat, një nga batuta i kishte bërë. Dhe shikoni tani ishte me kryeministrin e Malizi, që unë ka di emrin. Me një Spajq. Një çuniri ai. Gjaliri. Simpatike kështu dhe shumë modest ai, pa kështu, për të kuptuar diferencën. Ramsi 4, komplet njeri kështu domethënë. Dhe është tallur me... është rishtare djali, ai Spajq. Për e tjetër rishtare, pa ishte shumë serioz. Dhe mënyra si nuk reagoi. Shikoni se si tallet me Malnezi, ai ishte kryeministri Malizi. Ishin të dy kështu, kishim atë të vetëm dhe kjo ishin kështu karike dhe kishte fjalë, po fliste ai, ky vetëm që ndërpriste. Po dhe u tallë, se shta Montenegro, pra ky shtet dhe bëri kështu, dhe shikoni vetë, ka dhe dy emra si shtet, shtet koti është ideja, ka dhe pasë dhe dy emra, Montenegro, po. Tani unë e pash të gjëlla, po me një lloj pordhe të papar, është vetëm më një sekond. Kujt be i bën pordh? Montenegros, që është një vend i vogël, po një super vend, një perle papar, turistike, me pastërti, me të gjitha, se e njoh mirë atë vend. Kujt be i bën pordh? Dhe thashën vetë një sekond valla, është kryeministri një vendi që nuk siguron dot ujin, banorëve të vet valla. Nuk ka ujë Shqipëria valla. Ama ka depozita. Po pra, po s'ka ujë, edhe pse ka depozita, nuk ka ujë valla. Dhe jo vetëm të varfrit, nuk kanë as të pasurit ujë në Shqipëri. Besoni se jam dëshmitar. Paktën nuk është diskriminues. Priti, nuk ka asnjë ujë, nuk e them që e bën. Dhe talle e Malnezi. Ndaj unë sot, po këta janë gjitha gjëra, këto editorialet e mia të vogla, mini editorialet që në fund. Ju kam thënë shkonin në Kosovë, si u pëlqeu në Malzi me valixhe. Super vend. Po shikoni një herë këtë të sultanit dhe pastaj nga unë keni në Mal të Zi, do jetoni një jetë normale, shtet normal. Por është dhe i bukur, është dhe shtet normal. Jepi le dio, takohemi të premten. Montenegro. Mountains, yes. So, Small, but with two names, Montenegro. Montenegro, yes. So we regained our independence after 8 decades being part of Yugoslavia, various Yugoslavias. And we regained our independence in 2006. We are an old state from the 19th century, from way behind that, before that, 1,000 years, etc. Older than so Greeks. older than Greeks. So, but jokes aside, I mean, sovereignty is very, very important to Montenegrins. And if you give up sovereignty, you ought to have some sort of control or control mechanism. You give up on something so that you gain on something, right? So unless you have this checks and balance, then it doesn't really work out. That's my opinion.